Përshëndetje, tashmë veç po paraqitemi nga komuna e Prishtinës. Kemi ose me dorëzu çelësat e shtëpisë të re drejtonit. Ona, sa drejta. Faleminderit. Inshallah, gëzoni. Faleminderit. Bismillah. Tashmë veç jemi në ambientet e brendshme të shtëpisë drejtonit. Na po i lëna me pamjet se çu ka qenë herën e parë. Në Prishtinë, drejton Pacolli 4 antar, bashkërisht po mësojmë për jetën se qyshe bën. Shpetën. Mirë pasalel, po me një rrugë, pak shtëpia e vjetër. Qaja, me një rrugë së në edhe me ndërtu një shtëpi ose me bona e sen. A ke kërku ndihmë me ikon? Kom kërku të fjone 5-6 herë, më ka thonë kur gjënë rani, një muë në drejton, po hale thasë nuk ka ardhe rani. E qëtu ke lindë? Këtu jem lindë në Prishtinë. Qëtë shpi? Qëtë shpi. A ka ploq kjo shpi? Jo, S'ka ploq? s'ka ploq. Që sa është ndërtume? Kjo është që 64 vjetë ndërtume. 64 vjetë. Emri ju i zoj? Nefise Bajrami. A mund është me nga thonë dy fjallë që është përkallin? Që shbe kushtet të Prishtinë e vetë. Në ndihmë sociale a merë? Jo, jo. 2 vajza ke? 2 vajza. Apo shkon vajza në shkollë më dhe E moda në Klas 5. Dhe. klas 5? Po, masha. ditën parashkollor. Unë e pesho vajzën që t'jem me lëtë në synë. po. Pse? Valloj, më ka thonë shpesh shujbët të halel, në djenë të në dërtën një shpi. Vajza ka thonë të i bëtë si talilën? Po, e modhe, e vëgla thek e bab, e prishmë shpi e më marrën një tjetër, se më atina këtë shpi. Se përshë i vjen dhe rande, këtë të vëglës, që ta. Eron si prindë Eron. një fëmijë të thonë, Po. ape bëjmë shpinë. Pse ke lypë bëtë si në halil ti? Ape mi thush 2 fjallë? Qashtu, pjatje. Shke emrin? Doha? Doha. Dua. Doha. Dua. Sa vjetë ki dua? 11. E pse i ke thonë babit me arë bëtë si halel? Ke lypë me arë me të vizitu? Sënë për jetën i qështë. Pse? Kushtet e rona. Në kënarë me jo një shpinë. Faleminderit. Shumë faleminderit për juve. Po I bojë kreve. dua me shpi të rejtë që tash? Për haj. Kajrë bash, faleminderit. Për haj ku Heq paq. po bojë me shpi të rejtë. Heq paq, faleminderit se për juve. Edhe kjo shtëpi është nga memorandumi bashkëpunimit me fondacionin Pacolli bashkarisht. Fondacioni Pacolli, shoqata e Jetimat e Ballkanit me donator të vetë, do ta bojnë këtë familje me shtëpi të re. Fjolla, faleminderit. Faleminderit juve për bashkëpunim. Urime. Faleminderit shumë. Urime. Faleminderit. Ba mire, zotë, kur mos ju në listat i qesin, kur bëhet publike, rasti këtë familje, blen me theksu, me qenë sa shme neve, donatori, na bashkëdhetari ju nga këtu, për në Amerikë. 4.500 euro. Halil, unë do t'i japë, ndaj, për shpinë e parë, kër kime nisë, e shpia e parë, me këta është këtu. Fisnik, zotë shpërblef. Zotë kur mos të hupte edhe ty. Juve për haju kohë, juve zotë është për blefë, më mirë zotë kur mos ju. Tash në shtëpinë e re drejta. Çu po ndihesh? Shumë më mirë. Se tash edhe se boj kohë fort fëmijëve, për ma i bjen kënë, ma si bjen, tash të e kam kështu kryt ma rahat. Se përpore me kur shkesha në punë me tuta i bjen kënë, kur freke fryme më dhe, a burë, kur e ke të më dhe, mos për shemet. E që tash ma rahat. Faleminderit shumë. Ai që ka dhënë për këtë shtëpi e krejt. Jo, si zë shpisa tjetë një pos maran, tash këtu keni me pos ma le. Po, që
Qyshja, ju e këni pa vetë shëpën? E mëzu shumë. Shumë pas tepre. Ndryshe donatorë të kësaj shtëpie jena në bashkëpunim shoqata e hetimeve të Ballkanit, është shoqata Pacolli edhe Fisnik Abdiu me banim në Amerikë donator. A kështu pas një dy fjalë më thonë aty në diçka. Shumë faleminderit për donatorët, shumë faleminderit për donacionin e Beshat Pacollit edhe për zonën që i ka dhënë këtë munimin. Tash ku jam këtu. Faleminderit shumë. Për herën Haj pas. inshallah Amen. Për herën Haj pas, faleminderit na po i se lëmë juve. në pamje të shtëpisë së re, bamirë zoti e shpërblet.